që sipas kanunit as djali nuk ka të drejtë të zgjedh në martesë. Dhe këtë ne kemi pas deri vonë, prej nga ka ardhur kjo? Kjo ka ardhur prej kanunit. Sipas kanunit, mashkulli në martesë nuk ka të drejtë zgjedhje. Atë e zgjedh baba. Baba zgjedh me kan do të martohet djali. Derisa djali në formë humori thot, kjo nuk është punë për mu, kjo është punë për babën. Me kan do të martohet, po baba e din, djali nuk ka drejt me zgjedh, por derisa i ka prind gjallë. E femra nuk ka drejt, edhe nëse i ka prind gjallë, edhe nëse nuk i ka prind gjallë. Por atë vendos baba, po nëse ka vdek baba, vendos vllau, po nëse nuk ka vllau, vendosin kusherit. Ky është kanuni. Nuk ka drejt të zgjedh në fejes, nuk ka drejt të zgjedh në martesë. Kështu shkruan, nuk ka drejt të zgjedh shkusin e saj, nuk ka drejt të zgjedh në këpuc, nuk ka drejt të zgjedh në petka. Femra këtu nuk ka asnjë drejt. Ajo vetëm miret si një mjet dhe qohet te një familje tjetër si një mjet e cila do të shërben pastaj për punë krahu. Jo, në fenë Allahut Azza wa Jall është ndryshe.